I shpëtoi atentatit në 2020 ekzekutohet në mes të ditës një prej liderëve të mafjes greke. Një vrasje mafioze ka ndodhur mesditën e tenjtes në Greqi, ku në zonën e Halkandrit është ekzekutuar Giorgio Mosoris, i cili konsiderohet nga autoritetet greke si një prej liderëve të mafjes greke. Ai ishte i njohur me Nofkon Thamnaki, sapo ai kishte dalë nga një qendër private mjekësore, kur persona të pa identifikuar që udhëtonin me një automjet u afruan dhe qelluan me Kalashnikov. Ai raportohet se ka marrë plumba të shumt, disa prej të cilëve goditën në fytyrë duke i shkaktuar vdekjen e menjëhershme. Në vendin e krimit u gjetën disa gëzhëja plumbash, ndërsa pak më vonë u gjet edhe një automjet i djegur në zonën e patimës në Halkandrit, i cili dyshohet se ishte automjeti që përdorën autorët për të kryer krimin dhe për të ikur nga vendngjarja. Policia po shqyrton arsyen e atentatit dhe konfliktet e tij, i cili kishte mbijetuar edhe një atentati të bërë në vitin 2020 në Voula përballë një pasticërie të njohur. Zona është rrethuar nga policia dhe hetimet për gjendjen dhe kapjen e autorëve janë në zhvillim e sipër. Policia gjithashtu mësohet se po mbledh prova nga kamerat e sigurisë dhe dëshmitë e dëshmitarëve për të krijuar një panoram të plotë të rrugës së ekzekutorëve.